Amaneti që u lexua vonë. 3 muaj pas vdekjes së babait, fëmijët e tij u grindën për shtëpinë. Por askush nuk e dinte se ai kishte lënë një amanet. Një letër që do t'i detyronte të përballeshin me një të vërtetë që asnjëri nuk donte ta pranonte. Askush nuk donte ta hapte zarfin. Ishte vendosur mbi tavolinën e vjetër prej druri, aty ku familja ishte mbledhur për vite me radhë. Zarfi ishte i verdhë nga koha dhe mbi të ishte shkruar vetëm një fjali: hapeni vetëm kur të mos merreni vesh më. Ishte shkrimi i dorës së gjyshit. Ai kishte vdekur 3 muaj më parë dhe shtëpia ende mbante erën e tij. Fëmijët e tij nuk flisnin më si dikur. Njëra palë kërkonte shtëpinë, tjetra tokën, dikush paratë që mendonte se i takonin. Çdo bisedë përfundonte me heshtje ose zëra të ngritur. Zarfi ishte aty, i padukshëm për syt, por i rënd për zemrën. Askush nuk guxonte ta prekte. Secili kishte frikë se çfarë mund të lexonte. Sepse e vërteta, kur del vonë, dhem më shumë. Dhe ndonjëherë, amanetet nuk sjellin pasuri, por zbulojnë plagë që askush nuk i ka mbyllur kurrë. Në atë shtëpi kishte gjithmonë zëra, por tani mbizotëronte heshtja. Motra e madhe rinte pranë dritares, duke parë roborin ku dikur luanin fëmijë. Vëllai i mesëm ndiste e fikte cigaren pa e pirë. Më i vogli shikonte zarfin, sikur ai të mund të fliste vetë. Askush nuk fliste për gjyshin. Askush nuk donte ta përmendte. Sepse secili mbante brenda një faj të vogël, një fjalë të pathënë, një vizitë të munguar. Amaneti ishte bërë arsye për të përballur me gjithçka që kishin shmangur. Në murvari ora e vjetër që ende punonte, por askush nuk e shikonte. Çdo tik-tak dukej si një kujtesë. Ndoshta nuk duhet ta hapim, tha dikush me zë të ulët. Por heshtja që pasoi ishte më e rëndë se çdo përgjigje. Sepse të mos e hapje do të thoshte të ikje përsëri nga e vërteta. Dhe këtë herë nuk kishte më kohë për ta shtyrë. Gjithçka shpërtheu një pasdite. Një fjalë e vogël u kthye në grindje. Zërat u ngritën, kujtimet u shtrembëruan, secili e tregonte historinë sipas dhimbjes së vet. Unë jam kujdesur për të, tha njëri. Unë kam sakrifikuar më shumë, u përgjigj tjetri. Askush nuk dëgjonte. Në mes të asaj zhurme, zarfi ra nga tavolina dhe u hap pak. Një fletë e palosur u duk për një çast. Heshtja ra menjëherë. Ishte sikur shtëpia vetë kërkonte qetësi. Askush nuk lëvizi. Më në fund, motra e madhe u ul dhe e mori zarfin me duar që i dridheshin. Mjaft, tha ajo. Nëse nuk e hapim sot, nuk do të kemi më familje nesër. Askush nuk e kundërshtoi. Sepse të gjithë e ndjenin se ky moment ishte shkruar prej kohësh. Dhe se gjyshi e kishte ditur saktësisht kur do të vinte kjo ditë. Letra u hap ngadalë. Shkrimi ishte i qartë, i rregullt, siç kishte qenë gjithmonë ai. Fëmijët e mi, fillonte letra, nëse po e lexoni këtë, do të thotë se nuk po merreni vesh. Askush nuk mori frym. Nuk ju lash pasuri të fshehta, as ar, as para. Ju lash diçka më të vështirë. Fjalët dukej sikur peshonin. Ju lash përgjegjësinë të mbani njëri tjetrin. Ai shkruante për vitet e vështira, për sakrificat që kishte bërë pa i treguar kurrë. Për netët pa gjumë, për punën e rëndë, për faktin se gjithçka që kishte ndërtuar ishte për ta, jo për t'i ndarë. Shtëpia nuk është e imja, shkruante, është e kujtimeve tuaja. Nëse e ndani edhe veten. Lotët ranë pa zë. Sepse për herë të parë, ata nuk po lexonin për pronë, por për humbje. Në fund të letrës ishte një fjali që askush nuk e priste. Njëri prej jush më ka kërkuar falje. Të tjerët jo. Zemrat u ndalën. Askush nuk e dinte për kë bëhej fjalë. Ai që erdhi natën e fundit dhe më mbajti dorën, shkruante gjyshi, e di se çfarë vlen më shumë. Nuk përmendej emër. Nuk kishte akuza. Vetëm një e vërtetë dhe thjeshtë.
Heshtja ishte ndryshe tani. Jo e rëndë, por e thellë. Secili u kthye nga vetja. Nuk kishte më rëndësi kush merrte çfarë. Kishte rëndësi kush kishte qenë aty. Zarfi u mbyll sërish, por këtë herë nuk rëndonte më. Amaneti nuk kishte ndarë pasurinë. Kishte ndarë ndërgjegjen. Dhe në atë shtëpi të vjetër, për herë të parë pas shumë kohësh, dikush propozoi të pinin kafe bashkë. Jo për gjyshin, por për familjen që rrezikonin të humbnin. Atë natë askush nuk fjeti herët. Dritat e shtëpisë mbetën ndezur deri vonë, si dikur kur gjyshi rrinte zgjuar për të siguruar që të gjithë ishin mirë. Secili ishte i mbyllur në mendimet e veta. Fjalët e letrës vazhdonin të jehonin në kohë. Nuk flitej më për prona, por për mungesa. Motra e madhe kujtonte herën e fundit që e kishte parë gjyshin dhe sa shpejt ishte larguar. Vëllai i mesëm mendonte për telefonatat që nuk i kishte kthyer. Më i vogli kujtonte natën kur kishte shkuar fshehurazi, pa u thënë askujt. Askush nuk e dinte kush kishte qenë pranë gjyshit atë natë të fundit. Dhe askush nuk guxonte të pyes. Heshtja ishte bërë një marrëveshje e heshtur. Ora e murit vazhdonte të rritë ngadalë. Çdo tik-tak dukej si një pyetje pa përgjigje. Ishte hera e parë që secili e kuptonte se koha nuk pret dhe se disa gjëra, nëse nuk bëhen sot, mbeten përgjithmonë peng. Mëngjesi erdhi pa zhurmë. Askush nuk e përmendi letrën. Tavolina ushtrua si zakonisht, por askush nuk kishte oreks. Kafeja u ftoh pa u pirë. Secili shikonte tjetrin ndryshe tani. Jo si rival, por si ditë që mbante të njëjtën barë. Në mur, fotografia e vjetër e gjyshit dukej sikur i shikonte. Dikush propozoi të pastronin oborrin. Një tjetër të rregullonin dhomën e vjetër. Ishin justifikime të vogla për të qëndruar bashkë, për të mos u larguar menjëherë. Askush nuk fliste për ndarje. Ishte sikur letra i kishte ndalur. Në heshtje, secili kërkonte një mënyrë për të rregulluar diçka, qoftë edhe simbolikisht. Një karrige u rregullua. Një derë u vajos. Gjëra të vogla, por të rëndësishme. Sepse kur nuk mund të kthesh kohën pas, përpiqesh të rregullosh të tashmen. Dhe atë mëngjes, për herë të parë, askush nuk nxitoi të ikte. Pas dite, ndërsa dielli binte ngadalë, më i vogli foli. Zëri i tij ishte i qetë, por i lodhur. Kam qenë unë, tha thjesht. Askush nuk e ndërpreu. Kam shkuar natën e fundit. Nuk i thash askujt. Kisha frikë se mos isha vonë. Ai tregoi si e kishte gjetur gjyshin të dobët, por të kthjellët. Si i kishte mbajtur dorën dhe si nuk kishin folur shumë. Nuk më tha asgjë të veçantë, shtoi ai. Vetëm më shikoi dhe buzëqeshi. Askush nuk foli. Nuk kishte akuza. Nuk kishte xhelozi. Vetëm një ndjenjë e rëndë, por e sinqertë. Motra uli kokën. Vëllai i mesëm mbylli sytë. Nuk ishte çështje faji. Ishte çështje pranie. Amaneti nuk kishte kërkuar shpjegime. Kishte kërkuar kujdes. Dhe ajo e vërtet, edhe pse e dhimbshme, solli një qetësi që askush nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Askush nuk tha menjëherë se çfarë do të bënin. Vendimi erdhi pa u shpallur. Shtëpia nuk do të shitej. Toka nuk do të ndahej me nxitim. Parat nuk do të ishin më arsye për grindje. Nuk ishte një marrëveshje e shkruar. Ishte një ndjenjë e përbashkët. Secili e kuptoi se po të iknin tani, do të humbnin më shumë se çfarë kishin rrezikuar të humbnin më parë. Vendosën të qëndronin edhe disa ditë. Të rregullonin gjërat e vjetra. Të ndanin kujtime. Të qeshnin për histori që kishin harruar. Në mbrëmje, dikush hapi radion. Një këngë e vjetër u dëgjua lehtë. Ishte kënga që gjyshi dëgjonte shpesh. Askush nuk e ndëroi. Nuk kishte më nevojë për fjalë.
Amaneti kishte bërë punën e vet. Jo duke dhënë urdhra, por duke kujtuar se familja nuk mbahet me ligj, por me praninë që ke zgjedhur të japësh kur ka më shumë nevojë. Kur erdhi dita e largimit, shtëpia dukej ndryshe. Jo më e re, por më e gjallë. Zarfi u vendos përsëri në sirtar, aty ku kishte qenë gjithmonë. Nuk kishte më frikë prej tij. Secili e mori me vete diçka të padukshme. Një mësim, një kujtim, një premtim të heshtur. Para se të mbyllnin derën, motra u kthye dhe hodhi një vështrim të fundit. Ai e dinte, tha ajo. Të tjerët pohuan me kokë. Amaneti nuk kishte qenë letra. Amaneti kishte qenë momenti që i bashkoi përsëri, që i detyroi të ndaleshin, të shikonin njëri tjetrin si familje, jo si trashëgimtar. Kur u larguan, ora e murit vazhdoi të punonte. Tiktaku i saj nuk dukej më i rënë. Dukej si një kujtesë e butë. Se koha ecën, por zgjedhjet mbeten. Dhe se ndonjëherë amanetet më të rëndësishme nuk janë ato që lexohen, por ato që ndihen shumë vonë, por jo tepër vonë.